E kjo është për të lexuar shumë e qartë. Një grafiti, deli e shtërpse. Çka do të thotë deli e shtërpse? E kuptoni? Të ndajmë shtërpse. Kemi frikë të ndajmë shtërpsen? Një debat që nuk u diskutua fjalë. Si vjet 12 tetor. Lumi. Në vëtën, s'helte, oktober, valen. Pa fjalë, liqeni, apo si të them kjo bora, reshe dhe bore, der e mbyllur, bora. Kemi të ndërtimi të egot në Shtërpës. Është projekt i realizuar nga komuna e Shtërpës dhe është mbështetur nga bujaria e popullit amerikan që është mbështetur ndërtimi i tregut. Për të lexuar Zelena Piazza, ta përkthejmë në Shqip është tregu i Gjelbërt, i punuar dhe ndihmuar nga shoqata amerikane. Dy kere që bëjnë mbërmbajtjen e komunës së Shtërpës është për të lexuar kompania renale ujësirësit. Do të thonë bifurkacioni, ju përshëndes me kënaqësim që ishte sot. Bora vazhdon, sikur bora është lidhur me mua që ka nga Gjermania. Dhe unë dhe bora, ju përshëndes dhe zgjidhet korrektja dhe ndikimi im në zgjedhjet e 12 tetorit në komunën e Shtërpës, nga pavarësia ime e pamës mendimit. Edhe kjo është për të lexuar shumë e qartë. Një grafiti, deli e Shtërpse. Çka do të thotë deli e Shtërpse? E kuptoni? Të ndajmë Shtërpsen. Kemi frikë të ndajmë Shtërpsen? Një debat që nuk u diskutua nga grafitet që nuk janë pa. Pra, sheni këto grafite. Po bje borë e spada snake. Deli e Shtërpse. Vinkla ime nuk kap shumë dhe bora pengon vetëm këtu para meje. Dhe shumë një mbetet politikës dhe ftoj faktorin ndërkombëtar të ndihmoj dhe mos na lë këto. Me të mira, miniri.